Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një recetë shumë të dashur për të gjithë shqiptarët. Do e bëjmë një metodë shumë të thjeshtë që mund ta përgatisin të gjithë, madje edhe ata që janë fillestar. Do të bëjmë byreqe trekëndshme me gjizë. Duke e ndjekur recetën me kujdes, do të kuptoni sa e lehtë që është ta bëni dhe jam e sigurt, pasi ta keni parë të gjithë, do të çoni me vrap që të bëni byreqe trekëndshme. Gjithashtu, nëse jeni të rinj në kanalin tim, nuk do harroj t'ju kujtoj, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës. Shpejt e shpejt do fillojmë nga puna. Shpejt e shpejt fillojmë të përgatisim brumin. Do na duhet 800 gram miell 00 ose përpeta byreku ose nga mielli që përdoret për bukë. Do të shtojmë tek mielli një lugë çaj krip. Brumi është shumë i thjeshtë dhe do fillojmë të bëjmë brumin. Këtu kam 400 ml ujë në ujë në temperaturë ambienti. Do e shohim se sa ujë do na duhet, ndoshta nuk do e përdorim të gjithin derisa bëjmë një brum elastik, jo ngjitës në përduar dhe jo shumë të fortë. Pra fillojmë e shtojmë ujë nga pak dhe ndërkohë formojmë brumin. Brumin e kemi gati, kam hedhë rreth 50 ml ujë më shumë, pra diku tek 450 ml për 800 gram miell, por gjithsesi ju do e shihni sepse varet nga llojet e mielrave. Shikoni si është brumi. E kam gjeshur mirë për rreth 5 minuta. Dhe tani do e fusim këtu, do e mbulojmë. Në ambientin e kuzhinës do e lëm pushim diku tek 15 minuta. Brumi tani e ka bërë kohën e pushimit dhe do e ndaj. Brumin e kam ndarë në 4 pjesë, pothuajse të barabarta. Këtë e shikoni me sy. Nuk ka nevojë të jeni përgjiz, por edhe nëse keni peshore, peshon totale të brumit dhe pjesëtojeni për 4. Do të formojmë toptha të vegjël. Ai që do të ndaj petat dhe do na formoj ato shtresat e bukura të byrekut është gjalpi, prandaj gjalpi duhet në temperaturë ambienti, kështu në formën e pomadës. Tani që është dimër është pak vështirë të bëhet kështu, por unë ngroj një tenxhere dhe vendos përmbys kështu siç është gjalpi mbi pjatë, i prerë dhe ai shkrin gradualisht dhe merr këtë trajt. Unë kam marrë gjithsej 250 gram gjalp, por do e shohim sa do na duhet deri në fund. Tani unë se ti si i quani ju pec apo ollai, por do i përdorim të dyja si të madhe, ashtu edhe të voglën, madje vajzat, që nuk është se ja thonë shumë për pec, me pecin e vogël e madh, së trash e keni, mendoj se e keni më të lehtë, mund ta bëni petën nga fillimi deri në fund. Me të pasi nuk është se do të jetë petë shumë e hollë. Petën do e hapim afërsisht 2 pëllëm apo 2 pëllëm dhe gjysmë. Dhe do të bëjmë të njëjtën gjë me secilën pjesë nga brumi. Vazhdojmë, e hapim dhe spërkatim nga pak miell. Tani jemi në fund, unë kam hapur rreth 2 pëllëm, nuk duhet të hapni edhe shumë që dali hollë, pas peta do pak trashësi që të ruaj strukturën. Shikoni pak, orientohemi pak me këtë. Tani do të bëjmë lyrjen e brumit me gjalpin, do mundohemi të jetë një shtresë e hollë, e një trajtshme, jo shumë e trash, por as fare e hollë. Çfarë ka rëndësi tani është palosja e brumit. Do mundohemi të sjellim në të njëjtën trashësi, pak a shumë nga të dyja anët.
Pra do të bëjmë një palosje pothuajse njësoj nga të dy anët. Do këtu do lyhem përsëri me një shtresë shumë të hollë me gjalp. Duhet që gjalpi t'jetë patjetër forma pomade, sepse për ndryshe nuk ju formohen shtresat. Tani mundohemi që ta mbajmë sa më ngushtë, do me thënë sa më bashk, dhe do të bëjmë një role. Mundohemi që këto cepat jenë të barabartë. Dhe kështu do të veprojmë me 3 pjesët e mbetura nga brumi, pra po njëjta procedurë. Kemi përfunduar të gjitha pjesët e brumit, tani unë do i mbështjell me një qese dhe do i kalojmë ose tek pjesa e freskut, nëse keni kohë të paktën 30 minuta, edhe më shumë nuk prish punë, por unë do i fus në ngrirje dhe do i lë aty për rreth 20 minuta. Vendosja në frigorifer është e domosdoshme pasi bën ngrirjen e shtresave të gjalpit dhe ajo është që na lejon të ndahet byreku, pra të bën ato shtresat e shkrifta të byrekut. Brumi e ka bërë kohën e pushimit, tani do të fillojmë të hapim byrekët. Këtu kam bërë gati gjizën, është gjizë që unë e kam bërë në shtëpi dhe për ta bërë pak si kështu më kremoze, kam shtuar pak koste, pak djathë dhe kam kaluar në mikser. Edhe në qoftë se s'keni gjizë, thjesht mund të bëni djathë fetat bashkuar me kostë në mikser, bëhet shumë i mirë edhe kështu. Ja, edhe brumin e kemi gati, do i marrim një nga një dhe do i kalojmë përsëri në frigorifer, ndërkohë mos harroni të ndisni furrën. Unë kam ndezur që tani duhet në 230 gradë Celsius me ventilim dhe furra të jetë ngrohur shumë mirë. Brumi do të jetë goxha i ftohtë dhe kompakt, pra më shumë se sa të shihni kohën, shihni brumin. Me një pjesë nga brumi do të nxjerrim 2 byreq, do të hapim aq sa ç'duhet, jo më shumë se ç'duhet, sepse na prishet struktura e brumit. E lyejmë një. Dhe fillojmë të hapim. Unë preferoj që tani të përdor këtë pecë në trash. Do mundohemi që brumit t'i japim formë të këndore. Brumi ka ruajtur shumë strukturën dhe shtresat e gjalpit duke fare mirë në shtresat e brumit që ishte këtu. Do kapim nga hapim, që mos kalojmë në gjysmë. Petën e kemi hapur, kemi rreth 1 pëllëmb e gjysëm gjerësi dhe 2 e gjysëm gati 3 gjatësi. Do e ndajmë brumin në mes. Këto pjesët e fundit. Bëjmë mbushje me gjizën që kemi përgatitur, rreth një lugë e gjysëm. Shikoni pak nëse brumi fillon t'ju një gjizë, hapet shumë se ç'duhet, do thotë që nuk është mirë i duhur, diçka nuk ka shkuar siç duhet. Zakonisht kur është shumë vap, gjalpi shkrin, nuk duhet që gjalpi të shkrijë, prandaj ju thash që duhet ta mbani gjatë gjithë kohës në frigorifer. Tani do të bëjmë mbylljen e byrekut. Mundohemi të bëjmë këto 3 këndshët e bukur. Dhe këtë pjesën që na mbetet kështu e lëm nga poshtë, që të ruajmë formën e rregullt dhe sa më të bukur të byrekut.
Njësoj do të veprojmë edhe me pjesën tjetër. Mundohemi të rregullojmë pak cepat. Kështu do të veprojmë me të gjitha pjesët e brumit. Dhe jemi gati për pjekje, kam përgjithësi 8 byreq, por nëse i doni më të vegjël, mund ta ndani brumin në më shumë pjesë dhe mund të bëni më shumë byreq, gjithmonë duke ruajtur strukturën e brumit. Tani furrën e kemi të ngrohur mirë dhe do të fillojmë të pjekim. Pjekja nuk zgjat shumë, 10-15 minuta, nuk duhet ta kaloj 15 minuta, pasi fillojnë të forcohen. Kësaj furrës time i është djegur drita, do e lëm telin këtu tek rreshti i fundit, të poshtë mirë. Kështu do i pjek të dyja tepsijat në radhë, jo bashkë. Edhe për pak fare do nxjerr tepsinë e parë nga furra, t'ju tregoj se si ka dalë, por desha t'ju kujtoj që nuk do të harroni të lyeni në sipërfaqe me pak vaj apo gjalp, sepse unë kisha harruar ato të parat, i lyeva tani. Dhe do shikoni pak skandal, nuk duket mirë se s'ka dritë, por frajta duken dhe se zavohen. I nxjerrim tani ato të drita. Dhe më njëherë do fusim tepsinë tjetër me byrek. Tani hajde t'i hapim edhe në brendësi si duken. Shikoni pak, fije për fije janë hapur. Dhe shija e brekut është fantastike. Ju shqyrtoj shumë t'i provoni. Ju bëf të mirë nëse i provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtyti butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Ju përshëndes.